Video virale Luani që ka fshur një burr rreth të 5 zjetave në kokë ka ndodhur në Fier. Dhe pas autoritetëve, ngjarja ka ndodhur në fshatin Zarrës, aty ku 52 vjeçari Altin Hajdini e mbante në shtëpi kafshën e egër. Hajdini është pyetur në policinë e Fierit dhe ka deklaruar se Luanin e ka gjetur në rrugë pranë lushnjës dhe e ka mbajtur kafshën në banesën e tij për disa kohë. E çuditshme është deklarata e tij se tashmë kafsha ka ngordhur. Hajdini ka deklaruar se kur i gjeti Luanin ishte i vogël dhe mori në banesë dhe e trajtoi si kafshë shtëpiake, ndërsa në video dallohet qartë se ka kohë që e mban në banesë pasi Luani është i rritur. Madje në një moment Luani ka fshon me qafë edhe një prej miqve të tij, ndërsa vetë pronarin të hyn duke ja futur me shpull. Po sipas këtij video zgjeruar shumë kohë më parë sepse ka deklaruar se Luani tashmë ka ngordhur para një muaji e gjysmë dhe ka hedhur në lum. Asnjë prej banorëve që mund të ketë qenë edhe të rrezikuar nga një Luan që mbaj si kafshë shtëpiake nuk ka pranuar që të flasë me argumentin se nuk kishin informacione. Banesa ku mbante Luani është në pronësitë e Hajdinit, ndërsa ky i fundit rezulton me precedent të mëparshëm penal, pasi ka qenë 2 herë në burg.